Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahun jalla wa ala falenderojm. Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Dhe zër pa më u ndal shumë, kisha dashur të vazhdojmë më një herë nga pjesa e fundit, cilën kena mbet lidhur me betejën Benil Mustalik, për të cilën kena folë, dhe për ardhjen ose për kthimin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nga beteja në Medinë. Dhe ne thamë që me përfundimin e kësaj betejës lidhen dy ndodhi të mëdha, të cilat do të lanë gjurmë dhe pasoja si shoqërore, si juridike e shumë aspekte tjera. Kështu që ne jemi këtu folë për dy ndodhi me pasoja shumë dimensionale, dhe folëm për ndodhin e parë, ajo ishte përçarja mes ensarëve dhe muhaxhirinëve. Përçarja mes ensarëve dhe muhaxhirinëve, e cila u inicua me një shkelm, me një rënje, dhe më pas e cila u përhap mesin e shokëve të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, dhe shfrytëzimi i rastit nga ana e munafikëve për ta nxit dhe për ta përhap këtë përçarje. Rasti i dytë do të ketë pasoja pak më të rënda se sa i pari, mirë po lidhet me të parin, për shkak se edhe në këtë rast do të shohim tendenca të anës së munafikëve për të përhapur trazira në Medinë dhe për ta shpërndar këtë përçarje, që kjo përçarje të zë vend sa më të madh në shoqërinë e qytetit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam. Dhe njeriu i cili më së miri na i tregon detajet e këtij rrëfimi dhe asaj që ka ndodhur, është roli kryesor në gjithë këtë rrëfim. Ajo është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ajo është, domethënë, njeriu qendror në gjithë këtë ndodhi, andaj edhe ajo na i rrëfen neve detajet. Dhe këto detaje janë përmend në një prej haditheve më të gjata në Sahihun e Imam Buhariut rahimahullahu ta'ala, hadithi Aishës që flet për el-ifk, dhe do të flasim çfarë do me thënë kjo. Ky hadith është transmetuar nga rrugë të shumta. Shumica e rrugëve çojnë deri tek një prej imamëve të hadithit, ai është Muhammed ibn Shihab az-Zuhri. Az-Zuhriu rahimahullah ka përmbledh të gjitha detajet e hadithit të Aishës nga transmetime të ndryshme, dhe thot këtë që u jap unë është përmbledhje nga rrugë të ndryshme të transmetimit, që kanë ardhur nga njerëz të besueshëm e që i kanë transmetuar këta gjëra nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhe unë do të lexoj këtë radhë, në këtë ders do të lexoj pak më shumë se sa në derset tjera. Qëllimi është, vëllezër, që t'i dëgjojmë detajet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, jo nga unë. Qëllimi është që t'jemi në atë skenar që ka ndodhur dhe ta përjetojmë një pjesë të përjetimit të Aishës përmes fjalëve të saja, jo përmes fjalëve të mia. Do të ndalemi këtu atje, por është e rëndësishme që shumica e hadithit ose shumica e rrëfimit të Aishës t'i dëgjojmë fjalët e saja, se çfarë ka treguar ajo për atë ditë dhe çka ka ndodhur. Thotë Aisha radhiyallahu anha, sa herë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam donte të nisej për udhtim, hidhte short mes bashkëshorteve të tija. Që do me thonë, kur nisej në udhtim, kur nisej për në betej, kur nisej për në umre, kur nisej për në haxh, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'i mlidhte gratë të tija dhe do t'i hidhte short, dhe shorti do t'i bjente njërës ose më shumë grave të tija. Edhe do ta merrte atë grua, do ta shoqëronte, ajo do ta shoqëronte pejgamberin Allahut alaihi salatu wasallam në udhtim ose në betej. Në këtë rast thot, mra shorti mu. Aisha thot, mra shorti mu për betejën e Benil Mustalik, betej për cilën kemi fol, dhe kjo lidhet me atë betej. Kur doli thot për betej, hodhi short dhe shorti mra mua. Kështu u nisa bashkë me të në kohën kur Allahu kishte urdhëruar hijabin. Dhe ne folëm që në këtë periudhë, apo përpara 2-3 ligjëratave, thamë që në këtë periudhë erdhi urdhri për hijabin. Dhe kjo është e rëndësishme që të dihet. Thot, kështu u nisa bashkë me të në kohën kur Allahu kishte urdhëruar hijabin, mua thot më hipnin deve bashkë me një kabinë të vogël që quhej heudeç, që do me thonë gratë asaj kohe, i hipnin deve, jo të qëndrojnë mbi deve sikur se qëndrojnë burrat,
po ndërtohej një kabinë vogël ku ajo do të ketë një lloj privatësie në të. Andaj ajo mund ta nxjerr perçën e saj ose nikabin e saj, e të qëndron e lirë brenda kësaj kabine të vogël e cila ishte mbuluar me një lloj perde. E thot mua më hipni thot mbi deve me gjithë këtë kabinën time të vogël. Kështu thot ecëm derisa mbaroi i dërguari Allahu sa e mbaroi betejën dhe u kthyen për në shtëpi. Për ta kuptuar pak skenën, ne treguam që i dërguari Allahu sa do të urdhëron që ushtria të niset nga vendi ku ato kishin bë kampin në kohë kur nuk ishte zakonisht koha që udhtonin njerëzit, apo pse? Për qëllim të shuarjes së fitnes me sensarve dhe muhaxhirinëve që gjatë rrugës ata të lodhen dhe të mos komentojnë dhe analizojnë atë e cila ka ndodhur në zënkën e një ditë përpara. Kështu që thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot janë nis e në kohë thot pasi kishin pushu si kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëron që ata të mobilizohen dhe të vazhdojnë rrugtimin drejt Medinës. Mua atëherë Aisha thot unë ndjejta nevojë fiziologjike, të kryej nevojën. Andaj thot shkova larg kampit, sepse është prej sunetit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam që njeriu kur është shoqëri dhe është në vend sikurse shkretëtira, të largohet gjatë kryerjes nevojës. Jo të shkojë 3 metra aty edhe ta di njerëzit krejt se është u kryer nevojën dhe ndoshta i dëgjojnë zërat e nevojës fiziologjike të atij. Kjo nuk është prej etikës islame. I dërguari Allahu sa sem gjatë kryerjes nevojës së tij largohej sa që njerëzit nuk e shihnin ku është. Edhe Aisha e ka bërë të njëjtën, thot, u largova edhe pas i ka kryer nevojën e saj fiziologjike, është kthy. Gjatë kthimit thot e preka gjoksin tim edhe e vërejta se gjerdani im, e përshkruan ajo ka qenë nga Jemeni, në kishte ra. Ka pat një gjerdan edhe ky gjerdan i ka ra. Andaj thot ktheva ta kërkoj gjerdanin. Duke e kërku gjerdanin, thot u vnova, kur ktheva ushtria kishte shku. E Aisha radhiyallahu ta'ala anha e tregon që si ka mundësi që ata mos ta vërrejnë se ajo nuk është me ata. Nga se ata burra të cilët e kanë mbartur kabinën e saj mbi deve, nuk e kanë vrejt që në të nuk është Aisha. Thot Aisha kjo përpara se gratë të jenë të shëndosha, gratë thot ishin të lehta, nuk ishin pesh, nga se pak hanin. Aisha përshuan kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe pse ajo ka jetuar domethënë nga sot shumë moti. Megjithatë thot në atë kohë gratë ishin tepër të lehta. Andaj e kanë hypat kabinën e vogël mbi deve, askush nuk e ka vrejt që Aisha nuk është aty dhe ushtria ka shku. Tash Aisha ka mbet vet. Shikon mos po kthehet dikush nuk kthehet. Andaj shkon tek vendi ku ishte për ta kërkuar gjerdanin, mos i mteket dikujt, mos e vërren dikush nga ushtria që Aisha radhiyallahu ta'ala anha nuk është, edhe vjen dikush që ta merr. Thot duke prit ajo radhiyallahu anha shtrihet që të pushon pak dhe e zë gjumi. Në këtë gjendje thot më mori gjumi dhe fjeta. Safwan ibn Mu'attil es-Sulami al-Dhakwani radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë njeriu i fundit që ka es prapa ushtrisë. Do me thonë ushtria ecën, ky vjen disa orë më vonë. Ushtria ecën, ky vjen disa orë më vonë. Gjithmonë vetësh, ky është njeriu i fundit i cili vjen do me thonë pas gjurmëve të ushtrisë së tij. E kalon Safwani radhiyallahu ta'ala anhu e si kur sheh një njeri se është duke flet. Edhe i afrohet njeriu të kur e vren, e sheh se është Aisha, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur pa hijen e një njeriu që flinte, erdhi drejt meje. Ai më njohi thot, sepse më kish parë para se të obligohi mbulesa për gratë, sepse ne jemi tu fol në kohë kur Safwani i ka pa gratë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam pa mbulesë dhe u ka pa fytyrat, sepse gratë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam i kishin fytyrat e mbuluara pas zbritjes së mbulesës. Po para asaj ja. Kështu thot më pa edhe mjofti. Që është një argument për shumë prej atyre të cilët dëshirojnë që ta bëjnë perçën në islam sikur tradit prej traditave të arabëve. Jo, nuk është ashtu. Nuk është tradit arabe perçja. Përkundrazi arabët në të cilët ka ardhur, tek të cilët kishte ardhur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë mbajt perçe gratë e tyre. Nuk kanë mbajt perçe. Andaj thot Aisha, Safwani më njohti se përpara më shihte mu. Edhe dite kush jam. E pasi kisha ardhur mbulesa, për gratë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam vetshmas kishte ardhur urdhri i prerë për tu mbuluar do me thonë fytyra e gruas. Sidoqoftë,
Safuani radhiyallahu ta'ala anhu e pa që është Aisha, edhe po thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjithë jemi të Allahu dhe gjithë ati do t'i kthehemi. Dhe kjo thënie kemi treguar që thuhet kur gjatë sprovës së njeriut. Apo? E atëherë thot Aisha u zgjova, edhe e parë se pranë meje ka një burr. Ai Safuan ibn Mu'attil Esulemi radhiyallahu ta'ala anhu thot, unë ngrita dhe mbulova fytyrën me xhilbabin tim. Për Allahun thot, nuk kemi fol as një fjalë, as një muhabet. Hiç. Po si e, po ku mbete, ku shkove, ku jenë ushti. As një muhabet, nga se i mençuri kupton nga gjendja dhe rrethanat. Innama al-labibu bil isharati yafhamu. I zgjuari kupton nga rrethanat, nuk ka nevojë për muhabet. Ka shku ushtria, ka mbet kjo gru vet. E kjo është nëna e tij. Pse është nëna? Se është gruaja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E gratë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam janë nanat tona, nanat e besimtarve me tekst kuranor. Andaj Safuani tërhiqet thot, e ul deven. Thot ja shkel deves këmbët, e sikur, po i thot Aishës, hyp mbi deve. E thot hypa mbi deven e tij, dhe ai mori deven për litari dhe vazhdoi testen këmbë, dërsa unë mbi deven e tij thot, vallahi nuk e kam dëgjuar thot asnjë fjalë përpos fjalës së tij të parë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ecën thot derisa e mritëm ushtrin. Tamam, ushtria ma ka dalë, shkon se këto janë dy veta. Ushtria shkon ma ngadalë. E arritëm ushtrinë e cila ishte ndalur për të pushuar në mesditë, sepse mesdita është çfarë? E nxehtë, andaj pushohet. Atëherë thot, disa ranë në sprov, tash Aisha tregon për reagimin e disa prej njerëzve. Thot, atëherë disa ranë në sprov dhe u shkatruan, ndërsa prijësi i shpifësve ishte kush? Prijësi i nifakut, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Ai ishte imami i kësaj pune. Apo se të ne fjala imam kur thuhet, kemi për qëllim na shkon ndërmend vetëm e konteksti pozitiv i fjalës imam, imam xhamie. Jo, imam prijëse, njeriu mund të jetë imam në veprat këqija, Allahu na ruajt. Dhe këta njerëz vëllezër nuk do ta lanë këtë rast të izoluar deri tek ushtria. Erdha Aisha me Safuanin edhe u kry puna. Ja, ky muhabet me do mos dalen në Medinë. Dhe ata do ta përhapin në Medinë, po e keqja është se atyre do t'ju bashkangjiten edhe disa prej muslimanëve. Emrat e së cilëve ne i dëgjojmë nga sahabet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aisha i përshkruan dhe i përmend këta njerëz, imamin e kësaj fitneje, kësaj trazire, edhe disa prej muslimanëve, dhe më pas thot, pasi arritën në Medinë, thot, unë u smura, është smujt pi udhëtimit. Një muj ditë ka zgjatë smundja Aishës. Ndërkohë njerëzit po përhapnin fjalët e shpifjes, e unë nuk dija asgjë. Do ta kuptojmë këtë. Aisha është kthyer në Medinë, një muj ditë nuk e din çfarë muhabeti përhapet në Medinë. Hiç kur s'din. Gjatë kohës thot sa isha e smur, ka qenë e smut, e kuptohet që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka pat shumë bashkëshorte. Kështu që ai ka shku e ka vizitu Aishën, po jo me atë afërsinë të cilën e ka pat Aisha. Edhe Aisha e ka ndjej këtë gjë, por ka menduar se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, si me thon, po më rruan se jam e smut. E jo se ka diçka në prapavi. E thot vinte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam veç po më pyeste si jeni, në formë shumë formale dhe zyrtare, si me nuk qenë kjo gruaja më e dashur e tia, radhiyallahu anha. Thot, më pyeste si jeni, thot. E pastaj dilte. Kjo thot mu më bënte dyshoj, por se nuk dija asgjë se çfarë ndodhen në qytet. Kur gjë nuk di. Ato janë tu fol, ato janë tu shpif, ato janë tu përhap lajmin, ato janë tu bë analiza. Aisha s'din kur gjë. Ajo është roli kryesor në gjithë këtë muhabet, ajo s'po din kur gjë se çfarë ndodhen në qytet. Thot, pasi u shërova, pas një muj, thot, unë djeva ma mirë, e vjen një prej grave të afërme, realisht tezja e Bubekrit, në vizit të Aisha, radhiyallahu ta'ala anha. E thot, po dalim në nevojë tonë fiziologjike, nga se në atë kohë, thot Aisha, banjot tona nuk ishin në shtëpit ose përreth shtëpive tona, po banjot i kishim larg sikur se ishte adeti i arabëve sa asaj kohe. Mirë, po për shkak të pozitës së lartë të pastërtisë në Islam,
njerëzit ndjejtën nevojë që banjot e tyre t'i bojnë afër shtëpive të tyre. Nga se në Arabinë asaj kohe banjot kanë qenë në qoshtë qytetit. Ke shku për nevojë fiziologjike, është dashur të ecësh larg. Atje ka qenë vendi i njohur ku njerëzit kanë kryer nevojat e tyre fiziologjike. E thot Aisha radhiyallahu anha, unë me këtë gruan që quhej Mistah, nana e Mistah. E ky Mistah është djali i tezës Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Mistah ibn Uthathete, një nga njerëzit që ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Por ishte një nga njerëzit që ka fol për Aishen radhiyallahu anha dhe i është bashkangjit karvanit të Abdullah ibn Ubejt nga ana e besimtarëve. Ky munafik e ky besimtar. Mirë, po kur ka fol Abdullah ibn Ubejt me xhlis dhe kur ka fug llafe dhe ka bë analiza, Mistah ka hesht ose pa ka aprovua që e thot Abdullah ibn Ubejt. E del Aisha me tezën e babës së saj për nevojë fiziologjike dhe thot duke u kthy ose duke shku varësisht prej transmetimit, pengohet ajo dhe po thot një fjalë për djalin e saj. Theft qafën Mistah. Aisha çudit thot, oj teze, çka je tu thon për një burr i cili ka prezantu betejën e Bedrit? E i kthehet Mistah, e i thot, oj ti vajz, oj e ngrat, a nuk e dëgju se çfarë thot Mistah? E thot, çfarë është tu thon? Thot, është tu thon për ty dhe për Safuanin këtë dhe këtë dhe këtë, dhe i gjithë qyteti janë tu fol për ju. Thot Aisha, në një prej transmetimeve, harova nevojën fiziologjike dhe u ktheva në shtëpinë time. Dhe hyra në shtëpi i thash pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, ja Rasul Allah, a m'jep leje të shkoj te baba im? A m'jep leje të shkoj te familja im? Tha po, shko te familja jote. Thot Aisha, shkova te familja ime me dëshirë që dëgjojnë nga prindët e mi. A është e vërtet ajo çka i tha tezja apo nuk është e vërtet? Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hyra në shtëpinë e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. E i thashoj nëna ime, çfarë po përflasin njerëzit? E ajo më tha, oj bija ime, mos u shqetëso shumë për këtë gjë, se pasha Allahun nuk ka një grua të shkëlqyer në pozitë dhe me kaq autoritet tek burri i saj, e që ortaket e veta mos ta xhelozojnë. Do me thonë, ti je një grua me autoritet madh tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe je shumë e dashur tek ai. Megjithatë, fatkeqësia e kësaj është se ti ke shumë ortake dhe ndoshta ndonjëra prej tyre ka bën muhabet më shumë se sa që duhet. Andaj nana e mençme nuk i ka thonë bijës vet, oj bi, pa e di çka janë të thonë, pa e di kush flet. Ja, me një herë e ka qetësu situatën se e ka ditë që kuptimi i realitetit nga Aisha do të jetë tepër i dhimbshëm për Aishën radhiyallahu anha. Andaj Ruman, bashortja e Abu Bekrit, nana Aishës po i thotoi bi qetëso. Ti je një grua me autoritet, e gratë me autoritet dhe me këtë pozitë tek bashortët e tyre do të sprovohen me kësi lloj muhabetesh, andaj duhet me bë sabër. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah, a kështu janë tu fol njerëzit? Tashmë ajo e kupton realitet. Unë e kuptova, thot, kur tha Mistah, po kur ma tregon nëna jem se njerëzit gati një muj dit janë tu fol për mua. Kjo qenë ka realitet, kjo qenë ka e vërtet. Është transmetuar në një prej transmetimeve cakta që Aisha radhiyallahu anha ka filluar të qaj aq shumë sa që baba i saj nga dhoma tjetër, i cili ishte duke lexuar Kur'an, ai është Abu Bekri radhiyallahu anhu, e dëgjoi bijën e tij tu qajt dhe me të shpejtuar hyn dhomën e Aishës dhe sheh Aishën dhe bashortën e tij dhe i thot bashortës së tij, çka është problemi? Thot vajza ka dëgju për muhabetet e njerëzve. E i thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, a ke marrë vesh për atë çka ka ndodhur? Thot po. Para asaj ajo e pyet nënën e vet, a e din baba jem? Aisha e pyet, a e din baba jem këtë muhabet? Thot po e din. Po a e din pejgamberi Allahut alayhi sallam? Thot po e din. E na e din. Krejt e din muhabetin. Thot atëherë Aisha fillon të qaj me zë të lartë. E hyn Abu Bekri dhe thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, atëherë thot babai tim i dolën lot dhe më tha, të betohem oj bija ime për Allahun,
që të kthehesh në shtëpinë tënde, shkon në shtëpinë tënde. Ti ke ardhur që gjesh përgjigje tek ne, po ne s'kena përgjigje. Shko tek njeriu i cili është i dërguar i Allahut, i cili është i dashur i Allahut, i cili është më i urtë dhe mësuesi më i mirë. Shko tek ai se ne s'kena zgjidhje. S'ka hall tek ne. Thot dhe u ktheva në shtëpinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ju mund ta mendoni këtë atmosferë vëllezër, Aisha kjo është dita e parë që ajo e ka kuptuar këtë thashetheme dhe sa e ka lëndu kjo Aishën. Po mendonja me një aspekt tjetër që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një muj ditë i dëgjon thashethemet nëpër Medinë. Edhe nuk kanë ndërmarr asgjë karshi bashortes së tij përveç se kanë ndjej një lloj ftohtësie ndaj saj për shkak të muhabeteve të shumta që bëhen. Mirë, po asgjë si ka thonë asaj, me shpresë se Allahu do të zbret ajete, po Allahu e vënon shpalljen dhe Allahu zbret ajetet kur don Allahu, jo kur dum ne. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i thirr dy prej sahabeve që të konsultohet me ta. Kë e thirr? Ha? Aliun. Një, edhe dy. Me ju thon njerëzve, njerëz i thon i thirr Ebu Bekrin edhe Omerin. Dy shokët e tij të cilët janë prej dietarëve të sahabeve. Dy shokët e tij të cilët janë prej njerëzve më të urtë. Megjithatë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam s'mund ta thret Ebu Bekrin se Ebu Bekri është baba i Aishës. Apo, po mund ta thret Omerin, mund ta thret Uthmanin, po jo, këtë herë nuk e thret as Uthmanin, as Abdurrahman ibn Aufin, asnjë. Thret dy prej trive të sahabeve. I pari është Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe i dyti është kush? Usame ibn Zeid. Usamja në moshën e Aishës. Djalosh i ri, 4-15 vjet. Djalosh i ri. Moshën ton 4-15 vjet, nuk di kundrat t'i lidhe. Apo? O babi jes lidh mi kundrat. Kjo është reali, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi. Usame ibn Zeidin e fton një djalosh i ri. Mirë, po janë ftu këto dy persona për disa shkaqe. Shkaku i parë, janë ftu se që të dytë janë konsideru si djemtë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Njënia është Aliu, është rrit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se është djali i Abu Talibit, apo? E ky është rrit dhe ka qenë fëmia i parë që e ka pranuar Islamin. Madje sipas disave njeriu i parë që e ka pranuar Islamin. E dyta, pse e ka thirr Usamen, është se Usamja ishte i ri dhe nuk i mendon pasojat e fjalëve të tia nëse duhet thuhet dënise. Ka më shumë guxim i rivi të fole, apo? Ti e thirr një i cili ka 50 vjet, ai të bon taktizime, po e tham unë kët, del një pasojë atje, po e thash kët del. Ky i rivi çka ka në mente thot. E dyta është se që të dytë, edhe Usamja, edhe Aliu konsiderohen prej të ne thu njerëzve të shtëpisë, është i familjes, nga se Usamja është i biri i kujt? I Zeidit. E Zeidi ka qenë djali i adoptuar i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj janë thirr dy nga njerëzit të familjes. Mirë po, janë të njohur për sinqeritetin e tyre, për mprehtësinë e mendjeve dhe zemrave të tyre, për çiltërsinë e shpirtrave të tyre, i thret që të dytë dhe konsultohet me të. Thot Aisha radhiyallahu anha. I pyet të dytë dhe ata thanë, Usame thot i tregoj atë që dinte për pafajsin time, për pafajsin Aishës, dhe tha, mbaje gruan tënde, o pejgamberi Allahut. Ki djalosh i ri. I tha, mbaje gruan tënde, pasi ne nuk dim për të vetëm se fjalë të mira. As njëherë s'kemi pa, as kemi dëgju diçka për Aishën vetëm se mirë. Ndërka që Aliu i tha, o i dërguari Allahut, Allahu nuk ta ka ngushtu kaq shumë punën. Aliu tregon një lloj urtësie që nuk është e Usamja. Pse? Nga se i kupton ndjenjat e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pikëllimin e tij më mirë se Usamja. Se është më i pjekur. Andaj thot Allahu nuk ta ka ngushtu kaq shumë o i dërguari Allah. Pse gjithë kjo? Gjithë ky pikëllim, gjithë kjo mërzi, nga se e dinte edhe xhelozin që ka pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për nderin e tij. Si ka mundësi të flet dikush për nderin e dërguarit Allahut alaihi wasallam? Andaj thot, o i dërguari Allahut, pa Allahu nuk ka dhënë, nuk ta ka ngushtu kaq shumë. Ka edhe shumë gra të tjera krahas saj, me to ka edhe shumë të tjera. Megjithatë,
Megjithatë, shiko drejtësinë o vëlla. Megjithatë, kërkoj shërbetores mendim. Shërbetore është Berira. Merr mendimin e Berirës radhiyallahu anha, e ajo ka me ta tregu të vërtetën. Ajo e din më mirë se gjithë ne. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ky burr dhe ky lider i pjekur, i cili e ka formuar cilësinë e udhëheqësisë së tij në gjitha ato sprovat për cilat kemi folën të kaluarën. E merr mendimin e Aliut dhe e thirr Beriran. Është transmetuar që Aliu dhe Usamja dhe të tjerët i kanë thënë Berirës thush vetëm se të vërtetën, për ndryshe ke problem me ne. E Berira ka thënë subhanallah, po çka jeni tu fol? Pse mbani shtypje? Mos pritni thon diçka jashtë të vërtetës, tha Berira radhiyallahu ta'ala anha, jo betohem në atë i cili të ka dërguar me hak. Betohem në atë që të ka dërguar me hak. Kur thot nuk kam parë tek ajo ndonjë të keqe apo gabim, përveç çfarë? Përveç diçka që s'ka të bëjë me këtë. Përveç se është vajzë e re, e bën brumin, e ze brumin të ne thonë, edhe e haron. E vin pulat edhe delet e hajnë. A është kjo gabim? A është vajzë e re. Shumë e re Aisha radhiyallahu anha. 4-15 vjet. Jemi tu fol për një vajzë shumë të re. E Berira e thot mendimin e saj radhiyallahu ta'ala anha. Pejgamberi Allahu ta'ala sallallahu alaihi merr mendimin e këtyre 3 personave. Madje është transmetuar që e kanë pyetur edhe Safuanin. Ai i cili është akuzuar bashkë me Aishën, se këtu ka 2 viktima. Është Aisha edhe Safuani. Se shpesh kur flitet për këtë sprov flitet për Aishën, sikur Safuani nuk ekziston. Po ky është njeri i cili ka jetë, është i ndershëm dhe akuza ndaj tij është e rëndë. Andaj than Safuani, ti çka thu? Tha pasha Allahun, asnjë gruas në jetë nuk ja kam hap mbulesën o vëlla. Nuk kom pa grua tu asnjë në jetën time. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam e kupton që nuk ka argument për të akuzuar Aishën, ani se i gjithë qyteti po flet kundër saj. Ngjitet mbi minber, edhe madhron Allahun dhe e bën hamd dhe shqyr Allahun xhallahu ala dhe po thot një fjalë shumë të madhe. O ju musliman, kush mbështetën mu në hakmarrjen time ndaj atij i cili më ka akuzuar në nder, e ti mendoj këtë skenë, që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ngjitet minber në xhami dhe ju drejtohet sahabeve të cilët kanë dalë me të në betejë, janë vrarë shumë prej tyre. Tash thot, o ju musliman, kush pi jush mbështetën mu në çështje personale? Është çështje personale. Kush më mbështet në hakmarrjen time ose t'ja marr hakun atij i cili më ka akuzuar në nder dhe çohet një prej trimave dhe burrave të ndejt sahabeve. Saad ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu e i thot kështu, o i dërguari i Allahut, unë të mbështes, se ky është zotriu i fisit të tij. Në qoftë se është një nga ne, nga fisi e us, unë do t'ja heq kokën. Që kaq? A është pi fisit ton? Unë jam ai i cili ja hek kokën. E në qoftë se është nga vlezrit tan të Khazrexhit, nuk është i fisit ton, po është i fisit tjetër, atëherë do të presim ose do t'ja hekim kokën atij sikur se ja hekim këtij. Thot Saadi radhiyallahu ta'ala anhu, na urdhno e ne e çojna në vend urdhrin tant. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që u qua kreu i fisit të Khazrexhit. Ai është Saadi tjetër. Saad ibn Ubadete. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ishte burr tepër i mirë, por në atë moment e shtyu fanatizmi për fisin e vet. Edhe burrat e mëdhej gabojnë. Edhe çdo burr i madh, sado qoftë i madh, mund të gabon në situatë ku gabimi është shumë i rëndë. Andaj Saad ibn Ubadete po i kthehet Saad ibn Muadhi thot, kush je ti t'ja hekish kokën njeriu ton? Hajt dile heqja kokën. Të çof. Hec bane. E këtë kur ta thot një njeri i ndershëm, një njeri i mirë e trim, ti e merr seriozisht kërcënimin e tij. Andaj kur thot ai, hec merja hakun nëse është nga ne,
E të kallëzojmë ne kush jena. Thot Aisha ishte burr i mirë, ama në moment i shtyr nga fanatizmi i fisit, e thot këtë fjalë, e i qohet një trim tjetër i Eusit, a është Usaid ibn Hudayri, radhiyallahu ta'ala anhu, e po i thot kështu. Wallahi gabim e ke, betohëm në Allahun se ne e vrasim. Ha? Ne e vrasim. Thot ndërsa ti je munafik që i mbron munafikët. Ka dikush pi neve që i mbron munafikët, thot ti je munafik i cili i mbron munafikët. E qohen të di fiset e zihen në xhami. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam një muj diti ka dëgju muhabetet e banorëve të Medines, e kjo do të kulminon me çfarë? Me zënkën e dy fiseve, tashmo jo ensar edhe muhaxhirin, po dy fiset e ensarve po zihen njëri me tjetrin, do të vriten për kë? Për një munafik. Thot po zihen fiset njëri me tjetrin, thot Aisha gati se u vran. E zbret i dërguari Allahu sallallahu nga minberi, e qetson njënin, e qetson tjetër, e ulut ti, e mos fol ti, e ulut, derisa thot të gjithë heshtën, edhe ai alayhi salatu wasalam ul edhe heshti. A e paramendon çfarë skene? Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, mbas gjithë këtij problemi thot hey, çka më fol mo? Do me thonë, koha për të fol është kry, ulet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe hesht, një fjalë nuk e thot. Dhe vetë kjo pamje i ka bo sahabet të reflektojnë. Sikur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mos ka fjalë, çka më thon? Mbas gjithë kësaj e cila ka ndodhur. Thot Aisha radhiyallahu anha. Kjo ndodhen, e Aisha gjithë këtë e dëgjon o vëllezër. Se me saj dhe xhamis çka ka kasht. E i thujnë kasht. Tërs këtë ne i thujnë. Mes asaj edhe xhamis vetëm kjo kashta është. Edhe ajo dëgjon gjithë këtë zong të madhe dhe gjithë këtë fitne mesin e sahabeve. Thot Aisha, qava atë ditë pandalur, hiç pandalur, veç ka qajt, radhiyallahu anha. Pa futur gjumë sy, në mëngjes të nesërmen, prindrit e mi ishin me mua, kanë ardhur Ebu Bekri dhe bashortja e tij. Kisha qarë një ditë e 2 net, hiç pandal. Dhe pa vënë gjumë në sy, sa që mu duk se nga qarë do të më pëlqas mëlqia, do të më plase mëlqia nga qarët e shumët. Ndërkohë thot, teksa po qaja dhe të dy prindrit ishin ulur afër meje, një grua ensare ka trokit derën dhe ka lyp izën me hin shtëpinë e Aishës. Dhe unë i lejova. Ajo u ul, thot afër meje, asni muhabet. Ka ardhur misafir, kojshia ka ardhur. Po shikoni çfarë kojshillëku. Që kësi kojshi na duhen. Thot, ajo thot u ul dhe filloi të qaj me mua, pa asni muhabet. Veç është ul dhe po i thot Aishës, pa unë ndjeja që e ndjen ti. Dhe kam ardhur pak të ta lehtësoj sprovën. Thot u ul dhe filloi të qaj me mua. Duke qenë këtë gjendje, thot, erdhi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dha selam dhe u ul afër meje. Dhe tash fillon biseda më e rëndë në rrëfimin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që tregon, do me thonë, që në të duken dalin pa disa gjëra. Thot ai e falënderoi Allahun dhe lavdroi atë e pastaj tha. Ka thonin elhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Kështu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka fillu bisedat e tija të rëndësishme. Dhe më pas tha, oj Aisha, për ty më ka thënë këso fjalësh. Do me thonë ti e din se çfarë janë të thonë njerëzit. Në qoftë se ti e pafajshme, atëherë Allahu së shpejti do ta shpall pafajsin tënde. Do të zbresin ajete, veç për ty. Por, në qoftë se e ke bërë gjuna, në qoftë se e ke bë atë me cilën të akuzojnë njerëzit, atëherë lutë Allahun që Allahu të të falë dhe pendohu tek ai. Dhe kjo shumë i ka dhimbë të Aishës. Do me thonë, pjesa e fjalis pas thënies por, pjesa e përparme, nëse je e pafajshme, Allahu e zbret pafajsin tënde, kjo s'prish punë. Po nëse je e fajshme, vetëm mendimi i Aishës, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë lë si opcion, është shumë i dhimbshëm për atë. Po këtu përfitot një gjë, që muhabetet mes burrit dhe gruas duhet të jenë në nivel të transparencës kur ka nevojë për këtë transparencë.
Nga se i dërguari Allahu sasem, një muj dit, nuk ja ka thonë një fjalë, nga se ka prit, se mos zbret Allahu ajete, ose pa të zbulohet se kjo është trillim edhe shpifje. Dhe nuk ja ka thonë një fjalë. Po sot ne o vlezër, vallahi na vinë raste të djemve edhe vajzave të reja të fejuara e të martuar, të sapo martuar, që për një dyshim pa lidhje, është e gatshme ta lane burrin dhe ky ta lane gruan. Asnjë muhabet mes tyre. Muhabeti vetëm është zanka me cilën ja kanë plas derën njëri tjetrit. Pejgamberi Allahu sa se mendoi këtë një qytet i tër po përflitet në të që bashortja e tij e ka shkel nderin e saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, maks, do me thonë, më shumë ti që ka bë, ka pat një lloj ftohtësie ndaj saj. Kaq, madje nuk ja ka hap as temën, se s'ka argument. E kur është bë e madhe, ka thënë ulu aja Aishën bisedojmë. Duhet flasin burri me gruan. Duhet flasin njerë mes tyre, ngelet muhabeti i izoluar mes burrit dhe gruas. Dhe në çështjet më serioze, sikurse është akuza për nder. Vëllezër, çka ndodhen sot mes trive dhe trejave tona. Pasiguria, xhelozia e tepërt, janë gjëra për cilat Allahu xhallahu ala ka zbrit ajete dhe pjesë të këtyre ajeteve do të lexojmë. I tha, por në qoftë se ke bërë gjuna, atër lute Allahun të falë dhe pendohu tek ai xhallahu ala, sepse kur robi e pranon fajin dhe i lutet Allahut për falje, Allahu ja pranon pendimin. Thot kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i mbaroi fjalët e tija, mushterën lotët, thot Aisha. Që dy ditë jam të qaj. Si e dëgjova, thot, fjalimin e tij, mushterën s'ka lot. Thot Aisha, sikur nuk dit qaj, ma. Do me thënë, nga rëndësia e fjalëve që kanë djej ajo. Thot, radhiyallahu ta'ala anha, më pas, thot, ju ktheva babës tim. E çfarë babe ka Aisha, radhiyallahu anha? Lum babën që e ka pato vëllezër. Ebu Bekri, radhiyallahu, ky burr i cili pasi ka vdek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ky është sebepi pas Allahut për unitetin e ummetit të muslimanëve. Dhe ky është sebepi për shpërndarjen e dinit të Allahut deri në këtë vendin tonë. Ç'ky burr? Mirë, po kur i ka thënë Aisha, "Ejib Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam." Përgjigju pejgamberit të Allahut. Fa madha aqulu li Rasulillah alayhi sallam? Po çfarë ti them pejgamberit? S'di çfarë ti them alayhi sallam. Më pas thot, e shikova nënën time. E i thash, "Ejibi Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam." Përgjigju pejgamberit Allahut. E thot, nëna ime po më thot, "Po çka ti them unë pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam?" Thot Aisha Allah radhiyallahu ta'ala anha. Pasha Allahun thot, "Ju keni dëgjuar atë që po thon njerëzit. Dhe tani më ajo është ngulitur në zemrat dhe mendjet tua." Thot radhiyallahu, edhe shiko urtësinë e një vajze të re, që tregon pse Aisha në të ardhmen do të jetë prej personaliteteve kyçe në shoqërinë e Medinës. Ani se ish grua. Ani se ish grua. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Tani thot, nëse unë ju them juve se jam e pafajshme, ju se mbesoni. Ju pritni vetëm një përgjigje nga unë. Thot, në qoftë se unë e pranoj fajin, ndërsa Allahu e din se unë jem e pafajshme dhe e pastër, atëherë thot ju do të mbesoni. Për Allahun thot, nuk gjej për ju vetëm se shembull tjetër, vetëm se shembullin e babës së Jusufit. Thot Aisha, isha vajzë e re e cila nuk dinte shumë Kur'an, edhe emrin e babës së Jusufit e kisha harru. Kush është ai? Jakubi alayhis salam. E ka harruar, e kupton, serioziteti i muhabetit, e ka harruar emrin Jakubit. E i thash nuk gjej shembull për ju, vetëm se shembullin dhe fjalën e Jusufit alayhis salam, fa sabrun jamil, wallahu almusta'anu ala ma tasifun. E durim të mirë, sabër të mirë, e Allahu qoftë ndihmëtar ndaj asaj që ju thoni, ndaj asaj që ju jeni duke cilësuar situatën. Pastaj thot, si isha në këtë gjendje, vetëm më ktheva ka ana tjetër, do me thënë ishte shtrirë, u kthye ka ana tjetër dhe e la nënën, babën dhe pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në atë gjendje. Pas një muhabet, veç është kthye andej. Thot duke qenë këtë gjendje. Nuk lëvizi thot askush nga vendi dhe nuk doli askush nga dhoma, i zbriti shpallja pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Moment i zbret shpallja.
E kur I ka zbrit shpallja pejgamberit Allahut, si tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi Allahut sallallahu e kapte si temperaturë shumë e madhe. Dhe djerësit e sikur se djerësi I tij tjetë margaritar. E thot pejgamberi Allahut sallallahu duke qenë këtë gjendje, Ebu Bekri dhe bashortja e tij janë sikletu. Ka ardhur transmetim, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sa për mua pasha Allahun, nuk u tremba dhe as nuk u shqetësova, është gëzu kur e ka pasë pejgamberit Allahut sallallahu po I zbret shpallja. Mirë po thot, prindrit e mi, thot pasha atë në të cilën është shpirti im, thot nuk pushoj brenga e tyre nga frika, mos e vërteton Allahu lajmin që e kanë përhap njerëzit. Ebu Bekri edhe bashortja e tij nuk e din. Andaj thot ato me kit gaj, paramendoj nefsin e Ebu Bekrit këtë moment, zbret shpallja. E ti nuk e din, vajza jote a e dele pa fajshme apo e fajshme. Gruaja e pejgamberit Allahut, vajza ime. E thot baba e nana im krejt gajle se çfarë thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. E thot kur u ngrit ajo gjendje nga I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe u kthjellua pejgamberi Allahut sallallahu duke qeshur, fjalën e parë që tha o Aisha, duke buzëqesh, Allahu tashmë e ka shpall pafajsin dhe dëlirsin tënde. Ti je pastër. Aisha thot, nuk kam mendu që Allahu të zbret për çështjen time ajete që do të lexohen deri në ditën e gjykimit. Kam mendu që maksimumi se ndoshta pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shef në ëndër çështjen time. E ëndrat e pejgamberëve janë çfarë? Janë hak. Po s'kam mendu që Allahu të zbret ajete. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, Allahu tashmë ka shpall pafajsin dhe dëlirsin tënde. E nana e saj shikon nana. Nana e saj po I thot, o Aisha, çun kam dhe shko tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është burri jot, po është pejgamberi Allahut. Po shikoje këtë vajzë të mençme dhe të urtë, ku kanë filluar ato virtytet e personalitetit të saj të duken, të shfaqen. Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, la wallah, jo pasha Allahun, nuk I qohem në kam pejgamberit Allahut, alayhi salatu wasalam, as që e falenderoj për këtë, se nuk është ky meritor. Tha e falenderoj vetëm Allahun xhelle xhelaluhu. E falenderoj vetëm Allahun xhelle xhelaluhu, nuk do t'i afrohen, as nuk e falenderoj as kënd tjetër përveç Allahu xhelle ala, dhe Allahu shpalli për këtë. Shumë ajete nga libri I tij, do të ndalemi shkurtimisht vëllezër. Në këto ajete që Allahu I ka shpall, për shkak se është mu dukte pa lidhje të kalojmë gjithë këto detaje, po mos lexojmë ajetet në të cilat Allahu ka fol për këtë problematik, ku kalon pasoja shumë dimensionale në Medinë. Tha Allahu, innal ladhina ja'u bil ifki usbatu minkum, ata të cilët erdhën me këtë shpifje janë xhemat prej jush. Usbe, grup nga ju. La tahsebuhu sharran lakum, bel huwa khairun lakum. Allahu tha, mos e konsideroni këtë sprov, gjithë këtë mohabet keq për ju. Është khair për ju. E ku është khairi në gjithë këtë? A mund të na kallëzoj dikush? Të qaje dikush 2 ditë, e një natë, ose 2 natë e një ditë. E gjithë qytetit fole për këtë, pa argument. Ku është khairi në këtë? Po, tjetër, s'bon qesin shfifja, Abdullah. Khairi është, po, ta dim kush pinesh është I gatshëm të pasoj kësi lloj trazirash, kësi lloj muhabetesh. Është shoshitje radhëve tona, apo? Është shoshitje. Tjetër, është shpalosje e krerëve të munafikëve. Se ai u shpalos një herë, e 2 herë, e 3 herë, e mo, tashmo kjo është tu I djeg të gjitha kartat. Katërta është një gjë që ne të gjithë e harrojmë. Ajo është se Aisha dhe personaliteti I saj do të lexohet në Kur'an. Aisha është krenu me këtë. Ajo ka qajt gati se I ka pëlqit mëlqia. Po kur e ka lexu Kur'anin vite më vonë, ka thonë kjo për mua ka sprit. Dhe kjo është veçori që nuk e kanë gjithë njerëzit, Allah.
Andaj Allahu thot mos e mendoni këtë keq për ju. Kjo është mirë për ju çdo çështje e besimtarit o vëlla. Pa marr parasysh çfarë sprove je duke kalu. Pa marr parasysh sa të zhytet në këtë sprov dhe në këtë tragjedi, cilën ti e ndjen dhe askush përreth teje nuk e ndjen. Se ti mendon se je i vetmuar në këtë sprov, pa marr parasysh sa thellje, është hajër për ty, nuk është sherr për ty. A nuk e dëgju thënien e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu kulluhu khair. Çudie për tu habit për çështjen e besimtarit. E gjithë çështja e tij është hajër. S'ka sherr për besimtarin. Sherrin e shohim ne me sytë tona, pa është hajër tek Allahu xhalla xhelalu. Andaj Allahu vazhdon dhe thot: Bel huwa khairul lakum, likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Çdo kush prej tyre do të merr atë që ka fituar nga gjunahi, walladhi tawalla kibara. Si kush prej tyre do të merr hisën nga gjunahi. Ama walladhi tawalla kibara. Udhëheci i gjithë kësaj, Allahu tash i kërcënot atij. Walladhi tawalla kibarahu minhum lahu adhabun adhim. Ki do të ketë dënim të dhimbshëm. Kjo është kërcënimi i madh Allah. Sahabët që kanë folë dhe e kanë dëgju këtë, e kanë kuptuar se ata kanë hiset gjunahit. Ama ai i cili ka udhëheq vallën këtë trazir, ai ka kërcënim të veçantë. Vazhdon Allahu dhe thot: Laula idh sami'tumuh dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Përse kur e dëgjuat kët, do me thonë kët shpifje, pse besimtarët dhe besimtarët nuk menduan për veten e tyre hajër? Ka thonë për veten e tyre, nga se erdhi Ebu Ejub el-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dhe gruaja e tij sikur ai ke ndajnë muhall gjifolet. E i tha Ebu Ejubi, e çka flitet? Tha thuhet për Aishen dhe Safuani kështu dhe kështu. Tha Ebu Ejubi, po ti oj grua, a e kishe ba këtë me Safuanin? A e kishe ba? Tha jo, Allahu na rujt. Tha Aisha është më e mirë se ti. Aisha është më e mirë se ti. Andaj ajeti i thot, pse s'mendojnë mirë për veten e tyre? Do me thonë, vendoje veten tënd në pozitën e atij që akuzon. Dhe thuj, una e boj? O, ai hajdut është. Ai tradhtar është. Mendoj veten tënde. A e bën ti këtë hajdutni? Këtë tradhti? Andaj Allahu na urdhon që të kemi mendim të mirë për njerëzit përreth nesh, o vëllezër. Se fitnet shuhen kur mendojmë pozitivisht për njerëzit, dhe fitnet shtohen dhe përhapen kur ne mendojmë se vetëm ne jemi si duhet, kurse askush përreth nesh s'ban. Vazhdon Allahu dhe thot: Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Pse nuk sollën për këtë 4 dëshmitar? Ku i kanë dëshmitarët? E akuzuan njeriu, burr e grua, i akuzuan në nder. Pse nuk sollën dëshmitar? 4 duhet, jo 1. Thot Allahu, pse nuk sollën 4 dëshmitar? Me që nuk sollën dëshmitar, atëherë ata tek Allahu janë gënjeshtar. Ky xhi i përcjell to muhabet. Wallahi vëllezër. Ne kemi një rast që ka ndodhur me dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe për të ka zbrit Kur'an. Pa e dini sot njerëzit sa lajmin e rrejshëm e përhapin, me gojët e tyre, me gishtat e tyre, me rrjetet e tyre sociale. Po unë se di o vëlla e pash filani e kish postu, edhe unë e postova. Unë se di filani e kish thon, edhe unë e them. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, mjafton që njeriu cilësohet gënjeshtar që të tregon çdo gjë që e dëgjon. Ky gënjeshtar është. Kjo rënaves Allah. Pse ki nuk bën filtra. Ki merr dhe përcjell, nuk i intereson ajo vërtet ajo. Mjafton që të cilësohet ky si gënjeshtar, vetëm për këtë punë. E Allahu tha, nëse nuk sjellin 4 dëshmitar, mu këta janë gënjeshtarët, Allahu na ruaj. Thot Allahu: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah." Mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush, edhe rahmeti i Allahut ndaj jush në dynjë e në ahiret, juve do të kish godit një dënim i dhimbshëm për faktin që ju hynët këtë çështje, ju hynët në këtë fitne. Tha Allahu: "Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum." Kur ju e përcillni shpalljen, këtë shpifjen me gjuhët tuaja dhe e flisnit me gojët tuaja dhe thoshit atë për të cilën nuk kishit dituri. Dhe kjo tregon një prej karakteristikave të asaj që ne sot e quajmë fake news, apo lajme të rrënjshme. Thuhet përcillet me gjuhë, thuhet me gojë dhe flitet për atë për cilën s'ka njerëzit dituri. Kjo është rrënjë. Fake news është kjo.
Andaj Allahu tregon për gjendjen e tyre, mirë po tregon edhe për një anë pozitive të besimtarve. Ç'është ajo? Se ata nuk kanë besuar në zemër se Aisha e ka bërë këtë. E kanë folë me gojë, po nuk kanë besuar që Aisha e ka bërë këtë gjë me Safuanin, radhiyallahu ta'ala anhuma. Thot Allahu: "Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim." Edhe ju këtë e mendoni si cikrim, ju e mendoni këtë si punë të vogël, po kjo tek Allahu është shumë e madhe. E di sa e madhe o të thush filani o zinaçar? E di sa e madhe thush filani ecën me burra të huaj? Filani shkon me gra të huaja? A e dini sa e madhe është kjo? Tahsabunahu hayyina. E mendoni të lehtë në gjuhë, por tek Allahu është shumë e madhe. A e dini mezhliset tona na për kafe, sa folët për njerëzit o vëllezër? Sa thot filani zinaçar? Mos ta kam pas syt. Mos ke qenë prezent zinan e ti. Po thuj nuk di, Allah. Nuk ma kam pas syt, as nuk kam qenë prej dëshmitar. Nuk di. Vazhdon Allahu dhe thot: "Walaula idh sami'tumuhu qultum." E pse thot Allahu, kur e dëgjuat ju këtë muhabet, këtë shpifje, këtë ifk, këtë rrën dhe gënjeshtër, pse thot nuk that: "Ma yakunu lana an natakallama bihadha." Nuk na takon neve që të flasim për këtë. Subhanaka, hadha buhtanun adhim. Qofshi lartësuar o Allah, kjo është gënjeshtër e madhe, kjo është shpifje e rëndë. Këtë thënie, e dini kush e ka thonë? Ebu Ejubi, radhiyallahu anhu. Kur ja përcollën lajmin gruaja vet, tha: "Neve nuk na takon të folim, po ne e dish kush jemi ne? Po ne jemi musliman që nuk flasim vetëm se me dituri, që nuk flasim për tjerët vetëm sa që është pozitive. Hadha buhtanun adhim." Kjo është shpifje e rëndë dhe e qartë. Pse është shpifje? Se s'ka argument I cili e kundërshton këtë gjë. Andaj kjo është shpifje. Vazhdon Allahu dhe thot: "Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin." Allahu a tërheq vërejtjen që mos të ktheheni në diçka të tillë asnjëherë, nëse jeni besimtar. A je besimtar? A thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, atë s'bën të kthehesh këtyre gjërave. Këto janë çështje të munafikëve, nuk janë çështje të besimtarve. E Allahu e zbret një ajet për munafikin ku thot: "Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah." Ata të cilët dëshirojnë që të përhapet amoraliteti. Për cilin amoralitet flitet këtu? Veç për faktin që dikush e ka akuzu dikant për zina, jo halis amoralitet. Apo? Mos flasim për amoralitet vërtet. Vëllezër, neve sot na prezentohen show 24/7 në për media tona me amoralitet qartë. Dhe njerëzit nuk marrin mësim. Allahu thot për këto munafikin të cilët vetëm kanë përcjell muhabete se dikush ka bë me diçka. E jo mo të nxjerrim televizion atë cila ndodhen. Përpara gjithë njerëzve, burra e gra e fëmijë e pleqe të ri. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu, ata cilët dëshirojnë që të përhapet amoraliteti në mesin e besimtarve. Çfarë? Çfarë o Allah? Thot Allahu: "Lahum fi dunya", thot Allahu: "Lahum 'adhabun alimun fi dunya wal akhirah." Këta kanë dënim të dhimbshëm dynja e në ahiret. Allahu na ruajt. "Wa antum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." E Allahu di kurse ju nuk dini. Allahu di për formën e dënimit të tyre. Allahu di se si vanxin jetën. Allahu e di kush prej tyre meriton dënim. Allahu na ruaj. Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur Allahu zbriti këto ajete për pafajsin time, Ebu Bekri, I cili kishte dhënë sadaka Mistahut, tha vallahi prej se Mistah ishte njeri që ka marrë pjesë në Bedër për fukara. Tha Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, pasha Allahun më nuk I jap sadaka Mistah. Djali tezës vetë. Dhe Allahu po zbret edhe një ajet për familjen e Ebu Bekrit. Prit pak o Ebu Bekr. Ka zbrit pafajësia e bijës tënde, po zbret edhe përmirësimi dhe edukimi e Ebu Bekrit se ky njeri meriton që të edukohet në atë që është më e lartë, më e mirë. Tha Allahu xhallahu ala, e njerëzit e ndershëm nga mesi juaj dhe të pasur prej jush të mos betohen në Allahun se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe muhaxhirinve. Mistah ishte të trijat. Ishte I varfër,
ishte i afërt dhe ishte muhaxhir. Allahu po i thotë Ebu Bekrit, mos betohesh se si jep. Ai ka gabu. Tha Allahu xhalla wa ala, le t'i falin ata dhe të mos mu marrin për të madhe, të mos u azan për të madhe. Vall, a nuk doni që Allahu t'ju fal? Ebu Bekri tha, po Allah du që të më falësh. Andaj vazhdoj që t'ja jep sadakan, mujore të cilin ja jepte Mistahut radiallahu ta'ala anhum ejma'in. Pre atyre të cilët e rujtën gjuhën e tyre, famishte Ebu Ejubi, por mesin e tyre ishte edhe Aliju edhe Usamja, po ishte edhe një nga gratë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsh, e cila kur u pyet për Aisha radiallahu ta'ala anha, tha Aisha, u pyet për mua edhe pse ishte rivalja ime. Vetëm kjo mund të shtyhej me mua. Zainabi bint Jahsh u pyet për mua, por Allahu ja ka rujt gjuhën edhe nderin. S'ka fol asnjë llaf të keq për Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Megjithatë vëllezër, jeta nuk është përfundimi një rrëfimi të bukur me histori të mirë. Jeta është pak më e vështirë dhe më e dhimbshme se kaq. Çka mbeti puna atyre të cilët çfarë? Atyre të cilët folën prej besimtarëve. Ata u penalizuan dhe u dënuan. Për çfarë? U dënuan për akuzim të njerëzve të pafajshëm. Në mesin e tyre 3 të njohur me emra. Poeti i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe poeti i arabëve, Hasan ibn Thabit. Në mesin e tyre u dënua Mistah ibn Uthathete, djali i tezës së Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Dhe në mesin e tyre u dënua dhe një grua prej sahabeve. Ajo është Hamnete bintu Jahsh, motra e Zainabes. Motra e Zainabes. Këta 3 persona u dënuan për akuzë të njerëzve të pafajshëm në nder, nga 80 goditje publike. Edhe pse Hasan ibn Thabit kërkoi ndjes nga i dërguari Allahu sallallahu publikisht, por ai kaloi disa sprova për këtë që ndodhi, për dallim nga Mistah dhe Hamneja, më shumë se sa këta 2 të fundit. Madje Hasani pati një konflikt të vogël me njeriu të cilin e akuzoi. Kush ishte ai? Safuani. Saqë Safuani e rrehi Hasanin, edhe e lidhi me litar, edhe e mori që ta vret Hasanin. Sepse jemi të folë vëzë kështu për ta kuptuar pak realitet, mos thosë di unë va shpjegoj pak va thjeshtësoj. Hasan ibn Thabit është një ndër poetët më të famshëm arab. Po që se hynë në gojën e tij negativisht, ta ka shkruaj historia emrin negativisht. Kjo si me thonë, sot një shtëpi që boton botuse, e cila është me renome, dhe ka autor të fortë, merr dhe emrin tënd ta nxin, dhe çet libër i cili është bestseller në botë. Emri jot do të mbetet në për këtë literaturë derisa doj Allahu xhallahu ala. Po çka ju bëjmë në aty ne? Unë i pafajshëm jam. E Safuani po çote e dërmon qitë Hasani. Sa që e lidh edhe e merr zhak për ta vrarë. Se thot ky ma ka nxjerr jetën mua. E kalon Abdullah ibn Rawaha, i thot kush ka në burr? Pse e ke lidh Hasanin? Thot a nuk e dëgju sa poezi ka qit ki për mua? Se ky ka bë poezi. Thot po e din pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam çka jetu bë? Thot jo nuk e din. Thot i kete i kalu kufit tu. Dhe kjo është tepër e guximshme. Zgjidhe njerin. Edhe zgjidhen Hasanin. Edhe shkon Abdullah ibn Rawaha tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot ja Rasulullah kështu dhe kështu. I thret Safuanin edhe Hasanin. Edhe tash i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thot Hasanit, o Hasan, falja. Falja Safuanit. Për ndryshe, edhe ky duhet penalizohet për këtë çka i ka bë Hasanit. Hasani hesht. Thot o Hasan, falja. E i thot Hasani, qofti falur për hatrin tënd, o i dërguari Allahut alaihi wasallam. Jo për diçka tjetër. Për hatrin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam e fal Hasan ibn Thabit Safuanin dhe me këtë përfundon kjo fitne, mirë po mos dëgjuat ju që i ka ndodhur diçka Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Ja, kur gjosi ndodhi.
u rah Hasani, njëri me autoritet Medine, Mistah, njëri që ka marrë pjesë në Bedër, dhe një grua për i grave të besimtarëve. Po Abdullah ibn Ubej, kanë thonë dietar, shkaku pse Allahu nuk ka urdhëruar të dërguarin e tij që ta penalizoj Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, është se ky njeri nuk ka qenë besimtar, kjo e parë. E dyta, kërcënimi për atë ka ardhur në mënyrë specifike që ky do të ketë dënim dhimbshëm, kurse penalizimi në dynja e lehtëson dënimin e ahiretit. E kështu që Allahu nuk ka dëshiru që ati t'i lehtësohet dënimi i ahiretit për veprat të cilat i ka bën këtë dynja. Për këtë shkak, vëlla, në këtë dynja mund të pasojmë ndonjë njeri të keq, edhe ai të shpëtoj krejtësisht pa asnjë pasojë në këtë dynja, por nuk do me thonë se do shpëton në ahiret. Drejtësia absolute është drejtësia e ahiretit. E Allahu nuk ja ka mundësu ati që të hyj, emri i tij të jetë i katërti me 3 emra të tjerë të sahabëve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Me këtë do të përfundon çdo detaj lidhur me betejën e Benil Mustaliq, dhe me këtë do të mbyllet një kapitull tepër i hidhur i trazirave dhe përçarjeve qytetin e pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Vazhdojmë me pjesë tjera të cilat kanë të bëjnë me betejën e Hendekut në ligjëratën e ardhshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.